Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Fanimin të nësi të takojmë të Allah subhana të lësë dhe ati përgjërojmë që të lavdroj dhe të begër dërmën e ti Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të vëzgjeda. Të në vlezër, në gjithë në gjarje njët, e ka një farë plani, po e ka dhe një farë hapsire të madhe të befasis. Dhe thonë, sa do që ti him me një ngjarje dhe e ki planifiku mirë, megjithatë në mas të madhe e le të hapur edhe pjesën që ka të papritura ose ka edhe sene të cilat ndoshta ki mu befasu, qoftë për mirë dhe qoftë për keq. Edhe të e pas në konsiderat sikur po i drejtojmë dikujt i cili ka e pak kohë udhëzim, jo detyrimisht dikujt i cili ka shumë vite, edhe pse realisht është e njëjta trajtesë, domethënë edhe dikush i cili ka shumë vite udhëzim ka nevojë për çeket, po edhe ai i cili domethënë është në fillim, është një pjesë e një planifikimi fetar, po që përplaset në vazhdimsi me disa befasi. Ato befasi ndonjëherë janë të mira, po ndonjëherë janë të këqija. Për shembull, befasia e mirë është që ti udhëzohesh, po se ki menu që ka me të shku që ka sheshëm edhe që ka këndshëm lidhja me Allahun. Domethënë kur nis më udhëzohe, nis një herë me menu veç si shpëtim pi xhenemit ose e menon veç si kushtimishton si kryerja një xhobe edhe një far obligimi. Po pastaj të e more, të e shijue, të e more, të e përjetu fetarinë e gjen një farë befasie se si Allah Azza wa Jall t'jep do përjetime, t'jep disa emocione të mira, po edhe ta jep një farë shije që pastaj me pas ditë pi përpara e kishte një plan, por realisht shoqër që ka një befasi që vetë ta ka bua më të hershëm, më të bukur, më të këndshëm domthon udhëzimin. Mirë po është edhe kjo befasia e keqe. Është edhe befasia e keqe e përlymjes tonë gjunohe. Është edhe befasia e keqe që vim, gojmë ders, po prap dobësohemi, prap mesmi vetmi edhe nuk jena çata që duhet më konë. Prap rrethohemi nga një rreth i keq edhe joshemi edhe apet dobësohemi. Sa forcohemi vetarisht, prap e kena një farë krize. Çat sa ndreçmo edhe menomi që kanë më shku gat kjo ndreçje edhe që kjo përmirësim, prap na kap një frikë. Mos po prish na njëjtë që dobësova para 1-2 muaje, ose që tash e kam një farë sfide, mos kjo sfidë po më rrezon, çu rrezova edhe një herë mas 6-7 muajve. Para 5-6 muajve kujtim çka. Kam dëshirë këtu pikërisht domethënë me e bën një ndalje për me rrëzu një lloj cytje. Një lloj cytje të shejtanit që në i vën njerëzve sidomos viteve të para të udhëzimit, të disa vëna mas disa viteve të udhëzimit. Në një farë momenti ngritesh edhe bje. Forcohesh edhe dobësohesh. Motivohesh edhe sikur zbrapsesh. Edhe ja nis një shejtan me të thonë, le krejt se do zor më bëj devotshëm. Po e vërtetë, çdo derë se të bësh i devotshëm, ta kish punime me Allahun, për kushtimin ndaj Allahut, jetë gjatësia e qëndrueshmërisë në raport me Allahun, po mas prom ti vetë e ki pa që 2-3 vjet shkon ders ktheu, mas 2 javë apet i njëjti. Prap po del edhe pak joshi apet po bevel, po rzohesh. Pak një vetmi, prap domethënë nuk po mundesh me nejt shumë gat. Edhe vjen një shejtan edhe thot le krejt se zbash i devotshëm. Le krejt se zor, ose le krejt se kjo është thjesht diskurs i ligjëruar. Domethënë po i bë mirë, ama i bë mirë në ligjërat. Nuk i bë mirë në realitet. Një të vinë këni ta jetoj jetën tonë për ditëshmëri, një të vinë të puna jeme, një të vinë të kolekte me, një të vinë të rreth jeme, një të vinë të familja jeme, një të ketë joshet e mia që unë i kam në punë, në biznes e kështu me radhë, a mundet me mojt çket devotshmëri, apo nuk mundet me mojt çket devotshmëri. Ose po e vërtet mu kon devotshëm, ama duhet mu izolu këtë për jetës. Mu kon devotshëm, ama duhet domethënë absolutisht domethënë mu vetmu, mos me pas kontakt me kërkan, me lën punën ose me kriju një koncept punës sa më larg për njerëzve kështu më radh, edhe kadar ka dal deri në sa, domethënë në vend çiki shejtan me ta qel derën për me ek dorë pi udhës, edhe me ek dorë pi devotshmërisë. Por si na kena nevojë në Rrezër për mi thonë çesaj shybe, edhe mi thonë edhe mi thonë kësaj cytjes, edhe mi thonë këtij dyshimit, që jo ti je plotësisht dyshim i kot edhe pse jam i dopt. Edhe mi thonën që ti dyshimit edhe kësaj cytjes, ti e krejtësisht e parësyshme edhe pse çashtu është. Jam shumë i dopt edhe si shpesh e kom dështu. Edhe si shpesh kom ro. Edhe si shpesh nuk kom zgat më shumë se 2-3 javë, ama apet ti si ki mirë. Apet unë e kom mirë që po kom ngulim i kthyt Allah. Apet unë e kom mirë që nuk heki dorë pi Allah. Apet unë e kom mirë që me lehen Allah të zgjel kam ardhur dita që kom u bë devotshëm. Kam ardhur dita me lehen Allah të zgjel që kom u bë ashtu që është e kërkuar nga unë. Pre Allah te barekuhu teala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ani pse u shku ka dal. Ani pse domethënë kom shumë çalime, ani pse kom domethënë shumë rrëmje, ani pse domethënë kom krejt këtu gjendje, ndaj domethënë kena nevojë për me shtu njohjen ndaj Allahut azza xal. Sa më shumë që një Allahun, mos më menu ndryshe këtë punë vetë se i orientuar ka Allahu, ani pse
Ecja mund të më konë ngadalshme, ani pse ecja mund të më konë me çalim, ani pse ecja mund të më konë me shumë stuhi, me shumë fortuna, me po nëse orientimi është i sakt, atëherë i bie që caku është i sakt. Domethënë, nëse orientimin e ki të sakt drejt Allahut, me lejen e Allahut kemë mbritë Allahu. Nëse çatu stuhi, nëse çatu fortuna, nëse çatu dobësime nuk janë të ndruar orientimin. Kështu që, na e momi si rregull, çaq më shumë që e njeri Allahun. Çaq më shumë që Allahu është për ty i njohur që çdo të më njoft. Çaq më shumë që ki ma'rife, ki njohje për Allahun, çaq më shumë nuk dorëzosh, çaq më shumë nuk zbrapsësh, çaq më shumë këmbgul. Çaq më shumë këmbgul. Ç'i bie? Arritja e devotshmërisë nuk është se ti je angel. Arritja e devotshmërisë nuk është se ti krejt rrethonat i ki të favorshme për më konë shumë i përkushtuar. Arritja e devotshmërisë është një ëndër e dikujt që s'u dorëzu. Arritja e devotshmërisë është një synim i realizuar i atij që ka këmbgul. Arritja e devotshmërisë është një cak i atij që ka ditë që s'ban me pas tjetër. Ani pse domethënë na mund me pasën shumë domethënë mangësi. Ndaj Ibn Qayyim rahimahullah thotë kështu. Thotë wa ajallu al-maqasid ma'rifatu Allah azza wa jall wa mahabbatuhu. Thotë nuk ka një synim më të madh në jetë se sa me njoft Allahun edhe me dashur. Nuk ka një synim, nuk ka një arritje, nuk ka një objektiv më me vlerë që duhet me synu me mri, se sa me njoft Allahun edhe me dasht. Wal unsu bi qurbi, edhe me dasht që me gjithë prehjen afër Allahut. Me gjithë prehjen afër Allahut te barekutaala. Wa shauqu ila liqahi, edhe me ushqy mallin për Allahun subhanahu wa taala. Me ushqy mallin për Allahun subhanahu wa taala. Wa tana'umu bi dhikri, edhe mu knaq të përmen Allahun. Mu knaq të përmen Allahun subhana. Wa hadha ajallu sa'adati ad-dunya wal akhirah. Thot nuk ka në dynja lumturi më të madhe se sa me mbërni këtu, me dash Allahun, me njoft Allahun, mu përmallu për Allahun, mu knaq të përmen Allahun tebaraka taala. Wa hadha huwa al-ghaya allati tutlabu li dhatiha. Thot çka qëllim në vetë synohet, në kuptimin që nuk jena të marr këtë synim për me mbërni dikun tjetër, jo, domthon vetëm si synim në mënyrë të mëvesishme na e kena qëllim. Kuptimin, edhe nëse nuk jam më i miri në mesin ton, edhe nëse nuk jam më i devotshëm, prap kam nevojën me njoh Zotin tim. Prap unë sun rri pa dashnin për Zotin tim. Prap sun rri pa çefin edhe dashnin edhe prehjen të përmend Allahun edhe të kon afër ti. Domthon edhe nëse nuk bona më i miri, prap unë do të më ushqy çka të ndjenj që të më kon afër Allahu te baraka taala, edhe me njoh. Çka do të thonë çka kjo? El ma'rifa, me njoft Allahun te baraka wa taala. Kisha pas dëshirë me ju ças vetëm nga një kënd krejtin aq aty. Krejt, po krejtin. Edhe çaj vllash që uzum që 20 vjet, edhe çaj që është uzum që 10, edhe çaj shka nuk i ka asnjë ders, edhe ai që nuk i ka asnjë farz, ku nuk shka, po edhe ky shka ka krizë, edhe ky shka ka dilema. Krejtin aq aty. Cila është meselja? Shembulltyrat e devotshmërisë. Shembulltyrat e devotshmërisë. A janë shembulltyra sepse kanë pas prirje angjëllore, apo janë shembulltyra duke qenë njerëz? Domethënë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është shembulltyra kulmore e devotshmërisë. A ka pas prirje angjëllore që s'ka ndje epshe, s'ka pas domethënë prirje natyrshme të njerëzve, apo pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe ata që vinë pas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, janë shembulltyra të devotshmërisë me një formulë. Cila është formula që është e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në modelin më të mirë? Po është edhe, domethënë, formula jonë edhe modelin më të vogël. Ajo që është e përbashkëta. Mirë, po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është në shkollën më të lartë, e na jena aty më poshtë, po do të më prunë për me hip më lart. Është ajo që kisha pas dëshirë me e kuptuar në sajtë një hadithi. Ky njeri sallallahu alajhi wasallam që e ka njoft Allahun, ka pas ma'rifa. E ka njoft Allahun subhanahu wa taala, si ose shehim Muhamedi Muslimi prej al-Agharr al-Muzani, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam innahu la yughanu ala qalbi. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe zemrës sime i vijnë disa harresa, edhe zemrës sime i vijnë do plohën, edhe zemrës time i vijnë do mjegulla. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot. E pastaj thot, wa inni la astaghfirullah fi al-yawmi 100 marra. Ama thot unë i kërkoj Allahut mëna ditës 100 herë i kërkoj falje. Domethënë, 100 herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kërkon falje pikërisht nga shkaku i zemrës. Nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 100 herë ka pas përpjekje për me këmbgul drejt Allahut,
E njëjtë është për me, 100, 500, 1000 herë. Po e vërtet, domethënë mëna ditës shumë herë kira. Mëna natës shumë herë kira, mëna javës shumë herë kira, ma 5, 100, 500, 1000 herë kime tentu më kthyja pet. Derisa ta fitojësh kënaqësinë e Allahut, derisa ta fitojësh premtimin e Allahut, derisa ta fitojësh kënaqësinë e Allahut. Çish tu dush me njoft Allahun. Nuk guxon me njoft Allahun azza xal që o bën ai përkryer edhe rritet e Allahut, o si ta përlyj ka pak largo krejt se unë domthon po më duket vetja si hipokrit. Saktësisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po na jep neve një far rregulli që drejtohu ka Allahu, edhe nëse duhet 100 herë me falje, edhe nëse duhet 500 herë me falje, edhe nëse duhet 1000 herë me falje, edhe nëse duhet të ankohem me nejt me ndjenjën e fajtorit, kur mos e ndror orientimin, po ktheu ka Allahu te bareke taala. Mu kthy ka kush? Mu kthy ka ai që gëzohet me pendimin e robit. E shënoni ma Muslimi për Abdullah ibn Mesudit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e merr si shembull atë i cili ka met me një shkretin, edhe e ka pas ushqimin pijen krejt me një deve, edhe befas devja ik. Edhe pastaj ky nuk arrin me gjetë ku e ka devën, edhe ulët me një vend të prit vdekjen. S'ka ujë, s'ka ushqim, s'ka shpresë, s'ka mundësi komunikimi me botën tutje, edhe nëse kish dash me shku deri diku ku ka jetë, ajo udha patjetër duhet ushqim edhe ujë, edhe është e pamundshme me shpëtu, edhe çka ndodhe prit vdekjen. Edhe thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot nëse ky i ndodh me një moment që i vën edhe i kthehet devja dhe e befason. Thot çfarë gëzimi ka, thot që është kthy shkaku i jetës. E pastaj thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu gëzohet me kthimin e robit vet më shumë sa mundet më gëzu që ky kur i kthehet, domethënë devja ku e ka pas bukën edhe ujin. Inna Allah yuhibbu at-tawabin, Allahu i do ata të cilët pendohen në kthehen te ai. A di çka e bë kjo vllazni? Domthon ti ki gabu, ti e fajtor, ti e përly, ti e kurit, veç pse e kthyo të dasht. Nuk do të thon Allahu i do ata që s'gabojnë kurrë. Nuk do të thon Allahu i do ata të cilët janë të përkryer. Thon ata të cilët kthehen. Ata të cilët domthon kthehen tek Allahu te bareke ta. Çi bie këto momentet e dobësimit në përditshmëri. Nëse një Allah azza wa jall edhe bujarinë e tij, aty shipe kjo i bë sikur se Allah po të jep një mundësi, mu kthy edhe me fitu mundësinë me dash më shumë. Domethënë, nëse ti shekon shumë i përkushtuar, Allahu do për përkushtimin që e ke. Po që kjo që kur po gabon prapë po kthehesh te Allahu, e keni shans tjetër për më shumë me dash te Allahu te bareke taala. Neve na duhet kjo njohje. Na duhet me njohë për ditëshmëri. Në asnjë moment mos me menuar lidhjen tonë me Allahun si lidhje shumë formale, kur çish s'u realizohet, kur çish s'po vën ku duhet. Jo, është lidhje e vërtet e një dashnie mes robit e Allahut te bareke o taala, e po të thirr mu kthyja mu pendu ai që s'ka kur fa nevojë për ty. Kështu që ai i cili të thirr në vazhdimsi që mu kthy te Allahu subhanahu wa mu pendu, pa pas nevojë për ty, kjo s'ka të shmu të shpjegon ndryshe vetë se do. Afala yatubuna ila Allah? Pse ata nuk u kthejnë te Allahu? Çish mos mu kthy te Allahu? Çish mos mi kërku falje Allahut? Çish mos me ndje nevojën për mu pendu edhe mu kthy dhe mi kërku falje Allahut te bareke o taala. Pse ndodh këtë kjo vllazni? Pse ndodh që Allahu çështu komunikon me neve, atë që neve na duhet në përditshmëri. Nuk jam të folën, nuk jam të fol për ndjenja të javës. Nuk jam të fol për ndjenja të muajit, nuk jam të fol për periudha mas Ramazanit ose ku diun çka. Këto janë ditore. Ditore na domethënë janë ata të cilët na kaplon nga fleti, na kaplon për xhumja, habitemi, lodhemi, na ngacmon shejtani, na kapin sytjet, rrethin ndikon negativisht, shumë çka mundet me na dëmtu, edhe mos promti mos mu kon çat vjen çka duhet mu kon, po prap duhet çat vjen me mujt me ndreç me tobe, edhe domethënë me istikfar. Që kjo mos mirë ti që kuptohet me emrin Allahut El Wadud. Allahu azza wa jalla është i dashur. Domethënë kjo s'mundet me kuptuar ndryshe. Veç do. Veç Allahu e do robin, edhe pse robin domethënë e ndjen që ndoshta po ka momente sikur domethënë madje edhe domethënë pidohet vetja si hipokrit, mirë, megjithatë domethënë duhet me ditë që ky që do nuk ta kam shërbyer. Për arsye, keni vëmendjen çka ta jet. Allah subhanahu wa taala tregon një situatë të përlymjes së tramës së njerëzve të mirë që janë tentuar mu bë mirë me Allahun, po kanë çalime. Thot walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah. Thot ata të cilët teksa turon gjuna ju kujtohet Allahu. Ata të cilët bashkë kur ju bën rrenat me bot gjunohe, dyqysh janë rahat. Ka darbe se gabemo kjo, nuk ka çështu. Edhe e kujtojnë Allahun subhanahu wa taala. Dhe si redhem që e kujtojnë Allahun azza wa jall, fastaghfiru li dhunubihim. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. Edhe kërkojnë falje për gjunat e tyre, kush i fal gjunat përveç Allahut. Keni vëmendjen, në gjuna kjo të bëj istighfar.
në gjuna, është të bëj istighfar, e Allahu po thot, a ka kush i fal gjunat përveç Allahu te bareke ve taala, wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, edhe këta mos i kujtohet Allahu, hekin dorë me një gjunoj. Hekin dorë me njëherë, domethënë prej gjunat, ulaika jazaa'un maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Këta kanë me pas shpërblim prej Allahut, faljen e tij, xhenetet e Allahut te bareke taala, ku do të jenë për herë dhe sa shpërblim i mirë është shpërblimi për ata që kanë punuar mirë. Keni vëmendjen te rasti pak më herët, ti ki gabu, Allahu të thirr. Ti ki gabu, kthimi jot tek zonë Allahun. Ti ki gabu, o të shpërbly që tu kthy. Domethënë, jazaa'uhum, po thot shpërblimi i tyre, çka ki bati? I quaj fal natën. I quaj ka xhiru ditën afile. Jo, veç se i pendu Allahu, po thot shpërblim ti, veç se e kthy tek Allahu te bareke taala, që nuk e ki lën ramjen mëkat me ta përcaktuar identitetin. Po ramja në mëkat ta ka kujtu ty Allahun te bareke taala që nuk guxon me vazhdu, do të më ek dorë gjinojt edhe më kthy te Allahu te bareke ve taala. Kështu që Allahu azza wa jall nuk ja mbyll derën mëkatarëve. E imagjino, a ja kish mbyll Allahu derën atyre që janë kthy te Allahu, po t'ju shku ka dal kthimi. Nëse Allahu gjinaçarëve të zhytur mëkate nuk ja mbyll derën, a jam mbyll derën i vllajt që puniet keq që duhet ta lëmë punën për më përmirësu, më shku drejt Allahu te bareke taala, thot Allahu subhana, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Thuaj o robët e mi që e keni tepruar me gjinoje, mos gaboni me hub shpresën në Allahun te bareke taala, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, se me të vërtet Allahu i fal këtë mëkat. Allahu pi prezantohet kujt? Ku na pi kallzon që ni fali këtë gjinoje? Çata që kanë tepruar. Pi prezantohet që ktheu te unë kërkoj falje, s'un kom të falë edhe kom të drejtu, edhe kom të udhzu. Kështu që dikun e ka përmend çka si frazë, Allahu azza wa jall ja çel derën robëve të mirë. Edhe dikush ka thonën, keni vëmendjen, thotë, nëse trokitni shumë derën e Allahut, Allah ka me ta çel derën. Edhe dikush aty anësh që e ka njoft Allahun azza wa jall, na kena shumë nevojë për çka lloj njohje, e ka përdorur një fjali që besoj është shumë e rëndësishme. Mos e nin që thotë, si ta trokit derën, ka marr dita që ka më të çel dera. Një derë që trokit shumë, ka dal, çelet e derë. Edhe i thotë, "Wa mata ughliqa babullahi hatta yuftah." Thotë, kur keni një që dera Allahit u ka mshëlet që po priti më të çel. Ku keni ti që Allah e ka mshël derën që po prit Allah me ta çel. Allahu çel ta ka dhon. Allahu çel ta kalon. Vetë domethënë ti sa ki gatishmërinë me nejtë dera Allahut dhe mos më largu prej derës së Allahut subhanahu wa taala. Sa është çel çka dera Allahut që na për dishmëri kanë nevojë për çket njohje, me di që Allahu derën e ka çel. E shënon Imam Ahmedi, Imam Muslimi për Abu Dharrit, radhiyallahu anhu, për ai për Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai për Allahu te bareke ve taala, që Allahu ka thonë, ja ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. O ju robërit e mi, ju ditë e natë gaboni. Ju ditë e natë gaboni. Çka realiteti këtë neve? Këtë natë që këtë realitet e kena. Ju gaboni ditë e natë, e unë i fali këtë gjinat, kërkoni falet të une, se unë kom i fali. Kërkoni falet të une, se unë do më thonën, kom i fali. Kështu që kjo njohje, vllazni. Ata merr menja që kush e njeh Allahun çështo, që Allah është el-Wadud, që Allah azza wa jalla ka derën çel, që Allahu të fal, Allahu të mëshiron, Allahu te bareke ve taala madje edhe mëkatet i kthen nëse vape, nëse keni tobet sinqert, ata merr menja që një vëlla musliman mundot me pas motive për mundjesi dyftyrsh, pse domthoni ka disa kriza fetare, ndonse ka përpjekje më u bë më mirë. Nuk jam të folur me ata të cilët janë dorëzuar para krizave. Nuk jam të folur për ata të cilët krizat përcaktojnë identitetet e tyre. Po ata të cilët po munohen më drejtë në raport me Allahun, mirë po domethënë po kanë kriza, po dobësohen, rrethi, joshja, vetmia, edhe kështu domethënë me radhë. Kështu që ka ardhur dikush edhe i ka thonë Hasan al-Basriut. Ka thonë ala yastahi ahaduna min rabbih yastaghfir min dhunubihi thumma ya'ud. Thumma yastaghfir thumma ya'ud. A nuk o marrë për neve, ka thonë, dikush i thotë Hasan al-Basriut. A nuk është marrë për neve për Allahut azza wa jall që po bimin gjinohen, po bëjmë istighfar. Po pra po bim, pra po bëjmë istighfar. Pra po bim, pra po bëjmë istighfar. Thotë aso marrë kjo për Allahut azza wa jall. Pastaj i thotë Hasan al-Basriut, thotë wadda ash-shaytanu law dhafara minkum hadhihi. Thotë shejtani që këtë çefe ka të ju me mujt me mërri.
që ke qef e ka me mujt me mbrime me nu që s'ka fajda me botë ube. S'ka më dobi me boj istighfar. Ma sikur qysh që allot pas më të herët njëta gjinohu ktheva që të vitet fundit, le krejt këtë farpune. E pastaj thot, fala tamillu min al-istighfar. Mosu lodhni për istighfarit, mosu nal për istighfarit. Po e vërtet është që domethënë kur qysh plani prom ndryshe u kona 5 sot nuk e mujtë me botë shutesh. Prap ban istighfar, prap pendo, prap mundo mu kthy, prap domethënë mundo me ndreq. Mos u nal nga përpjekja me bë më të mirën derisa të bëhesh i devotshëm për Allahun subhanahu wa taala. Madje përmendet për Aliun radhiyallahu anhu që ka thonë më të mirët mesin tonë janë ata të cilët nuk ka që sprekën kur për fitneve, nuk ka që sprekën kur për joshjeve. Mirë po thotë e kanë rregull më kthy tek Allahu azza wa jall. E kanë rregull mi kërku falë Allahu te barekuhu teala, e pastaj i thotë dikush Aliut radhiyallahu anhu, po çish kjo puna, bani istighfar, prapë po kthehemi. Po bëjmë istighfar, prapë po kthehemi. Thot hatta yakunu ash-shaytanu huwa al-mahsuf. Thot po vazhdo, thot bani istighfar derisa të bëhet i pikëlluar, edhe i brengosur, edhe zemërthyer shejtani, jo ti. Ajni thoj e hupa çeket. Mos i sumpjanoli istighfarin e hupa çeket. Thot vazhdo derisa shejtani ti atë që ka hu projektin, jo ti. Sepse nëse ti mendon se çështu komunikohet me Allahun, se në mërdesa sun për mbrionën për një vjetë qatë sitkin që du të me pasën, leje këtë këtë punë, shejtani e ka realizu projektin e ti, që e ka dhe më thonë me të qunë gjehnemin Allahut subhanahu wa ta'ala. Kësë dikush për imama dhe të majtë selefit, u konë të meditu për madhështinë e Allahut, edhe për hidhnimin e ti, edhe i ven një moment edhe thot, ghadabullahi da'un la dawa ala. Thot mos e bëni punën me hidhnu Allahu se ky hidhnim s'ka ilaç. Mos e bëni punën me hidhnu Allahun se ky hidhnim s'ka ilaç. E dikush që ka njoftë Allahun, u konë aty ka thonë, jo ka thonë, kjo ka ilaç. Dawa'uhu kathratul istighfari fil ashar wa at-tawbatu an-nasuh. Thotë kjo ka ilaç. Veç bën pak më shumë istighfar apo pendo. Veç bën pak më shumë istighfar, edhe pendo te Allahu te bareke ve taala. Krasuje dikush pi selefit, dikush pi njerëzve të mirë që ka jetuar me çket njohje, e ka pas çket dua. Kisha pas dëshirë ta meditoni sepse është një dua shumë jetike për këtë për neve. Ka thonë, Allahumma inna istighfari ma'a israri lu'm. Po do zot jam. Shumë e çortueshme o kjo që më po bëj istighfar, po pet po bin gjuna. Shumë është e çortueshme dhe shumë marrë kjo që në pibibishman, po pet nuk më që po drejtona ç'është do. Thot wa inna tarkil istighfar ma'a ilmi sa'ata rahmatika afwika la'az. A më thotë të di se sa rahmetin e madh ki me lën istighfarin, po kjo është shumë dështim i madh. Shumë dështim i madh me lën istighfarin të di se sa shumë ti falo Zoti jam. Thot fa kam tahabbaba ilayya bin ni'am ma ghinaka anni. Thot sa shumë po mban me dasht tu më çut mira edhe pse ti s'ki kur fa nevojë për mua. Thot wa tabaghadu ilayka bil ma'asi ma faqri ilayk. E sa herë pe bi punën ti më urrejt edhe pse më kom shumë nevojë për ty. Thot ja men idha wa'ada waffa. Thot o ti që kur premton e ma premtimin. Wa idha tawa'ada tajawaza wa'fa. Edhe ti që kërcënon shpesh edhe se realizon kërcënimin. Kur premton e ma premtimin, a kur kërcënon shpesh edhe ka përcen edhe nuk e realizon kërcënimin. Adkhil azime gjurmi fi azimi afwika ja arhamar rahimin. Merë o Zot që këtë keqën teme të madhe, shtinë të madhështia e faljes tënde. Që këtë poshtërsinë teme të madhe, shtinë të falja jote e madhe, sepse ti e domethënën më i mëshirshmi që më shiron. Kështu që Allahu azza wa jalla është el-Wadud, është el-Ghafur, është el-Rahman, është edhe el-Rahim. A kena menduar një sen tjetër? A kena menduar emrin e Allahut azza wa jalla as-Sittir, ai që mbulon. Allahu te bareke ve teala është Sittir, i mbulon robët e tij. Dhe një për arsyeve kryesore pse Allahu të mlon në shkaku i dashnisë. Po jo vetëm kaq. Allahu të mlon me të dhënë shansën ma let më kthy. Se kur Allahu të shpalos, ta merr fytyrën para krejve, edhe kthimi jot vështirësohet. Shumë punë që kanë marrë vesh këtë dynjaja dhe më kthy ti e ki mazor. Ama Allahu që do me ta letu kur dush më kthy ktheu se e ki ma let, ti mlon Allahu subhanahu wa taala gjunat. Ti mlon Allahu zot mangësi, ti mlon Allahu zot gjendjet e dobta, ti mlon Allahu te barekuhu teala momentet e këqija me ta letu dhe me të ndihmu që me pas domthon kthimin më të lehtë tek Allahu te barekuhu teala edhe me të shtu shancat e kthimit. E shënon Abu Dawudi Shalmoni thotë hadithi ose hipi Ya'lus, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë inna Allaha azza wa jall hayyun sittir yuhibbu al-haya'a was-sitr. Po dinë se Allahut i vën marrë
edhe Allahu mlon dhe Allahu e do turpin, edhe Allahu e do m'ia mlu njerëzve. Allahu do m'ia mlu robëve të vet, domethënë mëkatet, gabimet. Kurse Ibn Qayyim rahimahullah ka thonë me një prej vargjeve të tij, wa huwa al-hayy fa laysa yafdahu 'abdahu inda at-tajahuri minhu bil isyani. Thot Allahu azza wa jalla është el-hayy, që i vën marrë, e ka cilësi. Thot dhe nuk e kurit robin e vet kur bën gjunohe. E ki tepru, ti vet ki gabu, e ki pru punën me ta marr fytyrën, po Allahu të mlon. Allahu të mlon. Thot lakinnahu yulqi alayhi sitrahu fa huwa sittiru wa sahibul ghufrani. Thot mirë, po Allahu të mlon me perdën e tij, që mos me ditë kurkush çat gjendje, sepse Allahu azza wa jalla është sitira që të mbulon, edhe ka shumë domethënë falje për robërit e tij. Kështu që edhe që do të cytja e shejtanit, edhe njohja jote nisi më përplas. Mund që njohja që kemi shtu për Allahun, edhe cytet e shejtanit, domethënë marrë dhe më thon ajetit çaj hipokrit, çaj dyftyrshi që ti ki 2-3 profile në jetë. Edhe ka dal me ta bë më të logjikshme, me shku, me realizu një version të keq, edhe me ek dorë domethënë për projektit më të mirë që mund drejt edhe mu bëhe robi denjë Allahut. Kështu që kur të vjen edhe të thotë shejtani, ajeti çaj hipokriti që kupojmë vetmi e tjetër e kupojmë vllaznie tjetër, thotë jo, nuk jam hipokrit. Veç jam një musliman që ka më bë më mirë. Veç jam një musliman që s'ka munal më bë më mirë. Veç jam një robi i Allahut të xhel që nuk heki dorë pi përpjekjes më bë më mirë me devotshëm. E nëse kur gjonë s'kam, bile gjej istighfar para Allahut. Nëse realizoj më të mirën, bile domethënë nuk kam qenë këtë projekt në skenarin e plot të shejtanit, më po domethënë kam qenë në atë që kam dashur me estinu më të mirën, e shka më e mira. Më e mira është me trajtu Allahu me një mënyrë të veçantë ditën e gjykimit. Cili është ai trajtim? E shohim Muhamedi Muslimi pe Safan ibn Muhriz, thot dikush i ka thonë Ibn Umerit, "Kayfa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi an-najwa?" Thot ana I tregon çat hadithin që e keni vi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për atë bisedën që bëhet mes Allahut edhe robit të vet ditën e gjykimit. Thot e komni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë yudnil mu'mina, thot yudnal mu'minu yawm al-qiyamati min rabbih azza wa jall hatta yada alayhi kanafa. Thot Allah azza wa jall ditën e gjykimit të afron shumë afër robin derisa dhe mbulon. Fa yuqarriruhu bi dhunubihi. Edhe Allah azza wa jall ja të kallzon gjunat që I ka bë. Allahu ja kallzon gjunat që I ka bë. Ai thot hal ta'rifu dhanba kadha? Thot atë kujtohet filan gjunat që I ka bë. Atë kujtohet filan gjunat që I ka bë. Po çka gjunat kujtohet? Tan ku thot a'rifu, thot ej Rabbi a'rif, po zot jam, po I di gjunat e mia, po më kujtohen gjunat e mia. E pastaj Allahu azza wa jalla thot fa inni qad satartuha alayka fi dunya wa inni aghfiruha laka al-yawm. Thot unë thot ti kum lu në dynjë. E unë thot tash ditën e gjykimit I fali. Unë thot ti kum lu edhe sot unë ti fali. Çka lëmë nuk kuptoj çka hadith. Ky hadith në vëllezër lëmë nuk kuptoj që mbulimin që Allahu ja ka bë këtij robi, ja ka bë për më bë ky devotshëm. Edhe shkaku që është bëj devotshëm, Allahu ja ka mundsuar një trajtim të tillë ditën e gjykimit. Nuk trajtohet ky kështu pse u kon gjunaçar I madh. Apo e kuptoni? Me të mojt Allah afër ditën e gjykimit, më thon keti kum fal. Keti kum fal se ti s'ki hek dorë prej përpjekjes më bëj devotshëm. Keti kum fal se ti ani pse ki pasur gjunat ti. Prap ki insistu derisa e ki mbrit devotshmërinë. E kur e ki mbrit devotshmërinë, tash në para keve të kallzojnë shumë kum fal. Unë tash domthon ti kum lund dynjë, tash ti falën ditën e gjykimit sepse ti nuk ke dorë prej përpjekjes më kon më devotshëm në raport me Allahun subhanahu wa taala. Ktu vjen një vezvese tjetër e shejtanit. Thot gjunat e tona në vetmi, a nuk janë një shpërfillje e shikimit të Allahut? A nuk janë një shpërfillje e madhështisë së Allahut subhanahu wa taala? Qysh me mujt domethënë me e myt idenë e të qenit hipokrit, që kjo është derë e madhe e shejtanit. Mon e men. Mon ndjenja që ti e dyftyrsh. Ndjenja që domethënë ti zbash njëri, ndjenja që ti zbash njëri, është derë e madhe e shejtanit me të prish. Sepse pastaj domethënë mes dyjave shejtani ta çel udhën pastaj shumë gjan për me shku ka pjesa e romjes, jo ka pjesa e përmirësimit, kështu që na thjesht veç mund të referu te kjo pjesë. Nëse kjo është përfillje e shikimit të Allahut azza wa jall, atëra nuk është sjellje e butë e Allahut që Allahu na mbulon. Po e di që unë kam tepru, e di që kjo e jemi është marrë, e di që kjo e jemi është kështu dhe kështu, po edhe e di që kjo që Allahu po mbulon është një sjellje e butë e tij që Allahu nuk po do më largu.
Allahu nuk po do më largue dhe unë kam u kthy tek Allahu edhe kam u përmirësuar për Allahun te bareke ve taala. Kështu që hadithi që shënon Buhariu Muslimi për Abu Hurajra që thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, krejt ummeti jam janë rahat për gjunave. Kuptimin që an dynjos provohen, an dynjoja fal Allahu, e fal ditën e gjykimit, përpas aty që i shpalosin gjunavet. Na nuk e kthejmë gjunohin në identitet. Nuk thomi me që po e baj le ta merr vesh këtë dynjë. Jo, me që po e baj do të përpiqem mos ta qes ashiqare densa të përmirësona. E pastaj kur të përmirësona me lenë Allahut do të jem edhe më i përkushtuar që mos më kthejt ai gjuna. E anën tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, ata të cilët i qesin, domethënë gjunohet, realisht domethënë e hupin në mirësi, thot wa yakshifu sitrallahi an, thot pe hupin në mirësi të madhe të faljes, sepse po e hekin edhe nuk po e vlerësojnë mbulimin, perdën e Allahut azza wa jalla që Allahu domethënë po timlon domethënë gjunohet. Kështu që do të më njoft Allahun azza wa jalla që është el-Wadud, do të më njoft Allahun që është es-Sitir, ama që kjo nuk ka që duhet në janë vjet. Që kjo nuk ka që unë tu na dash neve në janë 6 muaj. Kjo na duhet për ditë. Për ditë do të më menu el-Wadud, edhe es-Sitir edhe me vazhdu udhën. Me vazhdu udhën më bë më të mirë, edhe domethënë më ofro Allahu te bareke taala. Do të më menua në emër tjetër të Allahut në përditshmëri. Është emri Allahut El-Kerim. Allahut që është bujar. Nuk ka bujari më të madhe se sa me dhënë të mira atij të pa çiki punë. Nuk ka bujari më të madhe se sa Allah mos me tinon të mirat atij të pa çiki punë. Edhe nuk ka bujari më të madhe se sa me meritu dënimin dhe Allahu të ta shty me dhënë afat mu përmirësua me batobe dhe me bëj istighfar. Mon, cili pineve që tu menon edhe beson bindshëm që nuk e meriton dënimin e Allahut. Cili pineve mund të më thonë gjendjen që jam më dënu Allahu më kish bazullum. A e ka dikush pineve që këtë? Mona krejt e dime që më na dënu Allahu s'na kish bazullum. A nam për diçmëri e shohim këtë bujari të Allahut azza wa jall, po kjo bujari do të më na shtu domethënë për kushtimin edhe kërkimin e faljes tek Allahu te bareke taala, aq më tepër Allahu shumë bujar dhe e shtyn dënimin për ata të cilët bëjnë istighfar. Thot Allah subhana, wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allahu nuk ju dënon nëse bëni istighfar. Allahu nuk ju dënon nëse domethënë bëni istighfar. Kështu që jo vetëm kaq, Allah azza wa jalla ju jep edhe gjunaçarëve. Është bujar edhe ndaj gjunaçarëve. E çish mundet me menu dikush i cili është thyk Allah azza wa jalla që mundet me jetu pa ndjenjen e fatit të madh që i robin i bujarit i cili domethënë nuk largon po të mbulon me mirësitë e tij. Kush është Allah azza wa jall el-Kerim? Ghazali e jep një definicion shumë bukur. Kisha pas dëshirë me majt mend se është shumë themelor. Thot el-Kerim huwa alladhi idha qadira afa. Thot aty kush është bujar? Ai i cili bash kur ka fuqi për mi ty ta fal. Bash kur të zë edhe ti mbledh krejtat ta fal. Thot wa idha wa'ada waffa. Edhe kur premton e çon premtimin vën. Wa idha a'ta zada ala muntaha ar-raja. Edhe kur jep më shumë se sa kish shpresuar ti. Kur jep më shumë se sa kish shpresuar ti. Wala yubali kam a'ta, edhe si bëhet vonë sa jep. Edhe si bëhet vonë sa jep. Waliman a'ta, edhe si bëhet vonë ku na i ka dhënë. Kejvja. Wa in rufi'at hajatun ila ghayrihi la yarda. Thotë dikush është el-Kerim. Ai që me të pasi ti e kërkuni kërkesë tonë dikun tjetër, hidhnohet me ty. Tu pas mu ki shkoj i ki kërku për dikujt tjetër. Po jam kon me gjinohet këtë ditë. Po ku mund është dikun tjetër përveç se Allahut azza wa jall? Ku mund është dikun tjetër përveç se tek Rabbul Alamin? Thot wa idha jufiya ataba wa mastaqsa. Thot edhe kur e shet që je ftof, je largu, çorton ama pet nuk largon. Çorton ty ama pet nuk largon. Wala yudhi'u man ladha bihi waltaja. El-Kerim thot është ai i cili kushdo që shkon te ai dhe kërkon stre nuk i bë pishman. O Zot, jam lodh për gjëra të mira. Vesh ti mundesh me çfarë. A mund të dikush më thonë çështu edhe apet Allahu s'm bën çfarë. Wa yughnihi 'an al-wasa'il wash-shufa'a. Edhe kush e ka El-Kerim, kush është me kët që quhet El-Kerim, s'ka nevojë pas mes ti dhe atij ndërmjetës. Zvyn më kanë dikush ne. Çaç është afër me bujarinë e tij, se kalon më kanë mes ti dhe robit, domethënë dikush i cili domethënë ndërmjetëson. A ka dikush që ashtu përveç Allahut? A mundesh me menu dikant që ashtu përveç Allahut? A mundesh me menu një gjysmë ore të mirë të jetës
pa që këtë bujari të Allahu te bareke ve taala. Kështu që tu vjen mas mbromti kur e kupton se kërkush nuk mund të mëkon përveç Allahut, që tu vjen e thirrja e Allahut azza wa jall, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. O ti insan, çka të boni ti u mashtru edhe mu largu pi Zotit tan bujor. Domethën wadud, sitir, falës, mëshirshëm. Edhe mas mbromti çka është bujor edhe ti domethën njohja që ti e një Allahun, prapë largosh. Prapë mashtrosh. Prapë hutosh, prapë e menon një alternativë tjetër. Ma gharraka bi rabbil karim. Çfarë të mashtru ty? Mos më kthy edhe mos më ndresh me Zotin tan, domethënën bujor. Kështu që kjo është bujaria më e madhe e Allahut azza wa jall që neve na ka udhëzuar. Edhe pjesë që na duhet me kuptu, me shtu njohjen për Allahun është që këtë udhëzim në vazhdimsi na me vadit, në përditshmëri me ujit, po me istighfar, po me tobe, po me ders, po me ilm, po me namaz me xhamat, po tunet me vllazni. E vërtetë është, ndonjëherë nuk shkon çish do, ndonjëherë nuk kena të funksionon çish do. Amo është Allah azza wa jall al-Wadud, është as-Sitir, është el-Karim. Nëse ja ki mësy derës Allahut, ki me mbritë Allah azza wa jall. Nëse ki ëndër më bëj devotshëm, ka me të bëj Allah azza wa jall. Nëse ki ëndër me mbrit derexhen e siddiqiyes, me pas punim me Allahun, ka me ta mundsu Allah azza wa jall. Ka me ta mundsu Allah te bareke ve taala. Mirë, po kjo nuk bën duke pretenduar më koni për krym me të parën det. Kjo nuk bën duke pretenduar më konë njëri pa kur gjë, pa asnjë pengesë. Domethënë me të parën. Jo, ka me pas shumë çalime, ka me pas shumë pengesa, ama këtu edhe me ta sprovu sa ki punim me Allahun, duke insistuar me tobe dhe me istighfar, derisa ndrish tek Allahu te bareke ve taala. Kështu pas dëshir Ibn al-Arabi al-Maliki, njëri prej imamëve të sunetit, e ka një shpjegim gjatë çka i bë el-Kerim. Kisha pas dëshirë mi përgjigj vetëm disa, edhe veç menone për ditëshmërinë tonë, kur gjë tjetër. Menone veç bujarinë e Allahut në përditshmërinë time dhe tondën. Thot el-Kerim është alladhi yu'ti la li awad. Thot bujar është ai i cili t'jep pa kërkuar mja kthy. Pa kërkuar mja kthy. Allahu t'jep ditë natë, kurse ja kthen Allahut. Ti as mundesh me menu që i kthehet Allahut azza wa jall. Ti smundesh në asnjë mendim nuk mundesh mja kthy Allahut mirë se ti ka bën. Thot alladhi yu'ti bighayri sabab. T'jep edhe pa sebeb. Dveni e mirë, as nuk e di pse erë, qysh erë, tek erë, as nuk e ki boj zmetin, as kur gjë, atë ka ndodh. Pas të thot, alladhi la yubali man a'ta, wala man yuhsin. Thot, jep, qatë shumë jep, edhe t'u i dhonë, ata ja kthej me të keqe. Edhe Allah si bëhet vonë që nuk ja kthej me të mirë. Jep, pa llogari, domethënë ja kthej me të mirë. Alladhi yastabshiru bi qabuli ataihi wa yusarru bih. Thot Kerim është ai i cili gëzohet kur ti e merr dhuratën e tij. Allahu gëzohet kur e shoh që robi pe merr dhuratën, Allahu te bareke ve taala. Alladhi yu'ti wa yuthni. Thot ti jep edhe të livdon për çfarë të ka dhënë. Domethën Allahu te bareke ve taala për shembull për njerëz që e urrejn kufrin, e urrejn gjunohin, e urrejn fiskun. Thot ulaika humur rashidun. Thot këta janë njerëz të mëshëm, këta janë njerëz të arsyeshëm. Fadla min Allahi wa ni'ma. Mas pramti, thot, pi Allahu të kanë këtë mirësi. Kush ta dha mirësinë që mu konën me urrej gjunojnë? Allahu. Prapë Allahu po të lëvdon, thot, të janë të arsyeshëm. Pra si Xhunejdi kur e ka nie dikën duke e citua ajetin kuranor, ku thot Allahu subhana, inna wajadnahu sabira, ni'mal abd, ne atë e gjetëm rob durimtar, po sa rob i mirë është. E thot Xhunejdi, thot, subhanallahu, sa bujar është Allahu. Vet Allahu ja ka dhënë sabrin, vet Allahu pe lëvdon ço sabërli. Akoma bujar. Imagjino të me ta kry ty dikush një punë, edhe me thonë ti e burri mirë. Ai ta ka kry ty punën. Ai ta ka kry punën, edhe ty me të livdu për çat punë që ai ka kry ai vet. Te bareke ve taala annahu alladhi yu'ti qabla as-su'al. A dikush është bujar? Ai që jep se prita pe lyp. Ai që jep edhe pse ti s'e ke lyp çka të thonë Allah te bareke ve taala. Kështu që në çdo momente do të më reflektu. A është mirë me shpirt me lyp Allahut? Mu forcun udhë. Nëse Allah ta ka dhënë udhëzimin, ndoshta se ke lyp hiç. Ta ka dhënë Allah zotja. Sigur Abdullah Mëri që ka thonë o Zot, hiç pa ta lyp udhëzimin e ke dhënë, tash po ta lyp mi xhenetin. Ti e kon Kerim, na e ke dhënë udhëzimin, hiç pa e lyp, tash po ta lyp mi xhenetin. Ya Rab, na e dhon xhenetin. Ya Rab, na e dhon devotshmërinë që fiton me xhenetin. Ya Rab, na e dhon istiqamën që nuk dalmi pi udhës. Ya Rab, na e dhon çat devotshmërinë që dalmi faqebar para teje. Domthonë El Kerim
ti duhet në vazhdimsi me minut që ket, që mos mu largu prej Allahut te bareke ve taala. Kështu që kur e njeh Allahun në përditshmëri, që është El-Wadud, Es-Sittir, edhe është El-Kerim, shtohet dashnia për Allahun. Shtohet dashnia për Allahun dhe nuk menon me menut dikun tjetër me shku. Nuk menon që ka punë ka alternativë. Nuk menon që do të më kthyti nga tjetër. Ndaj thot Utbetul Ghulam, thot men arafa Allah ahabba, wa man ahabbahu ata'a. Thot kush e njeh Allahun ka më dashur. Ama kush e do Allahun ka më bin pastaj. Kush e njeh Allahun ka më dashur. Kush e do Allahun pastaj ka më nështruar Allahut, ka më bind Allahut, ka më nejt nudhën Allahut te bareke ve taala. Përfundon vëllezër, dikush prej selefit ka thonë mesakinu ahli dunya. Sa të mirë janë njerëzit e dynjas. Sa të mirë janë ata cilët kanë bërë shumë këtë dynjë. Kharaju minha wa ma dhaqu atyab ma fiha. Kanë dalë për dynjës pa e shiju më të mirën që në këtë dynjë. Kanë dalë për kësaj dynjëje pa e shiju shijen më të këndshme kësaj dynjëje. Edhe jo shtonë, wa ma atyabu ma fiha. Çka është shija më e këndshme këtë dynjë? Ka thonë ma'rifatullahi wa mahabbatu. Me e njoft Allahun edhe me dasht. Shija e njohjes, shija e dashnisë për Allah, nuk ka shije më të mirë këtë dynjë. Wal unsu bi qurbi. Edhe me ndje prehjen kur ja afër Allah te bareke taala. Po e vërtetë, çat javë që jam e devotshëm, e ke shiju çata. Çata kimë punua pet me kthy. Kimë bëj istighfar prap me kthy. Kimë bëj tobe prap me kthy. E di që ndoshta thu veç 2 ditë umneti edhe 2 muaj s'u kthej. Prap kimë punu 2 muaj deri sa kthesh. Me len Allah te bareke taala o shauku ila liqai deri sa të përmallohesh për takimin me Allahun subhanahu wa taala. Thot Ibn Qayyim rahimahullah. Fa ashrafu an-nasi nafsan. Nuk ka shpirt më fisnik. Nuk ka shpirt më të pastër. Wa a'lahum himma. Edhe nuk ka shpirt më ambicioz. Wa arfa'uhum qadran. Nuk ka shpirt më të çmuar, më të shtrenjtë. Men ladhatuhu fi ma'rifati Allahi tebareke ve taala. Kush qefin e kësaj dynjoje ka kur e njeh Allah. Qefit, lezetin e kësaj dynjoje ka kur e njeh Allahun tebareke ve taala. Kështu që kjo nuk bëhet për një ditë, që kjo nuk bëhet për një moment, që kjo çdo ditë na sfidohet, që kjo çdo ditë na rrezikohet, në çdo ditë kena me vadit me istighfar, çdo ditë kena me vadit me tobe, çdo ditë kena me vadit me inabe, edhe çdo ditë kena me kujtuar që jena të dash me mbri të Allahut që është El-Wadud, Es-Sittir edhe El-Kerim. Elos Allah azza wa jall me emrat e tij të bukur, me na mbulu me bujarinë e tij, me faljen e tij, edhe gjunat e tona me i kthy në shpërblime, edhe fundin tonë me na bëj faqebar. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Mustafa wa alihi wa sahbihi wa man wala. Fandimën të nësi takon vetëm Allah subhanahu wa taala, lutja ti për çdo që të lavdëroj dhe të bekoj dërgumin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e tij të vazhduar. Të ndonë vëllezër, jo vetëm në tretesat fetare, po edhe në jetë në përgjithësi, shpesh janë disa tema, janë disa kuptime, janë disa shtjellime që sa herë që investon në to, të aktivizohet një ndjenje e pishmanllëkut pse s'ke investuar më shumë herët. Do thonë, mund është me kuptu një kapitull të fejes edhe me një farformë ja qëtë pikën. Edhe ndoshta edhe me të thonë dikush që shumë largë, ndoshta për me shtu edhe ma shumë shkallët të njohjes o të dijes, me thonë ndoshta edhe e shesti të largët. Mirë po, janë disa njohje, janë disa dije. Sa herë që pasurohesh me to, një shkeq që është ka hik që nuk investu ma shumë për me pasën, do të thonë këtë njohje. Dhe kjo është një herëzi edhe te reflektimi imanor. Shpesh kur të kap një ndjenjë e mirë e imanit, të aktivizohet një ndjenjë e pendesës edhe i pishmallëkut. Dhe unë besoj që temat që mas shumë të njëjtë nën reflektimin imanor, edhe nën që këtë kuptim, që do duhej ma shumë investu, janë temat që kanë bëjmë me njohin Allahut. Sa herë që ti e një ma shumë Allahun, sa ma shumë të shtohet që kjo ndjenjë që kom pas ka ikë. Sa herë që thellohesh në kuptimet që kanë bëjnë me e njoft ma shumë Allahun, sa herë, gjithë herë ty të shkon, sa herë edhe gjithmonë ty të shkon, gjithmonë shkon duke ushtu që kjo pendes, edhe që kjo ndjenjë e keqardhjes, qysh ka ikë që kjo kuptim. Pse s'm ka shoshnu kjo kuptim, në jetë. Pra si thotë Ibn Qayyim rahimahullah, fal ghayatu al hamida, allati yahsulu biha kamalu bani Adam wa sa'adatuhum wa najatuhum hiya ma'rifatullah. Thot ai synimi i madh me të cilin arrihet
kompletimi i njerit. Po, domthon ti si je komplet pa kët. Nën sa herë që je larg nga kjo, je më i mangët, je më i pa kompletuar. Thot synimi fisnik, synimi i madh me cilin kompletohet njeriu, lumturohet edhe shpëton, është kur mbërrin me njoft Allahun te barekuhu teala. Dhe sa më shumë thot që e një Allahun mbërrin te fjala la ilaha illallah. Sepse ajo fjala la ilaha illallah vetë sa për musliman ajo është domethënë çelësi i parë. O më ç't shumë ka për mos zbërthy, ajo zbërthehet vetëm duke shtu njohjen për Allahun te barekuhu teala. Kështu që nëse në vazhdimsi na investojmë, sado që investojmë s'kena çare pa mbritën i përfundim. Cili është e përfundim? E shënon Imam Ahmedi, Imam Muslimi, për Aishës radhiyallahu anha, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është lut, mes tjera që ka thënë Allah te barekuhu teala, la uhsi thana'an alayk anta kama athnayta ala nafsik. Zdimi ndrejt këtë llafët që i merizon ti. Mund këtë ti çysh do të me të livdu, suni ndrejt që këtë llafët që i merizon ti. Domthon po të njohë, po më shtohet njohja, po më shtohet dashnia, po më shtohet afërsia, ama ti kush je, ti sa i madh je, ti sa i mirë je, ti sa i mëshirshëm je, la uhsi thanan alejk, suni mbledhi këtë lavdimet për ty. Këtë llafës, domthon sun shprena me krejta çysh ti meriton, anta kama athnayta ala nafsik. Mos prom ti je çysh e ke livdu vetën. Mos prom ti je çysh e ke livdu domethënën vetveten. Kështu që Allah azza wa jalla është al-Wadud. Allah është as-Sittir. Allah azza wa jalla është al-Karim. Allah na mëshiron, na fal dhe na mbulon. Dynja në ahiret. Dynja edhe në ahiret. Mirë po, mbulimi edhe falja më e madhe është një ngjarje unike. Nuk ka më unike dhe më madhështore se sa që kjo. E shohim Muslimi pe Abu Hurajrës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam transmeton prej Allahu te barekuhu teala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam transmeton prej Rabbul Alaminit. Allahu ka thonë: "Adhnaba 'abdun dhanban." Një rob e ka bënë gjuna. Një rob e ka bënë gjuna. Fa qala Allahumma ighfirli. Dhe ka thonë, o Zoti jam, falma. O Zoti jam, falma. Fa qala tabaraka wa ta'ala, adhnaba 'abdi dhanban. Robi jam e ka bënë gjuna. Fa alima anna lahu rabban yaghfiru dhanb. Edhe pe di që e ka një Zot që e fal gjunojnë. Pe di që e ka një Zot që e fal gjunojnë. Wa ya'khudhu bidh-dhanb. Edhe pe di që edhe mundet me dënu për gjunojnë. Pe di Allahun hak që të fal, apo pe di që është hak edhe që dënon. Thumma 'ada fa adhnaba fa qal. Prap u kthy te gjunat, edhe prap tha: "Ej Rabbi ighfirli, o Zoti jam, falem." Edhe Allahu po thot: "Abdi adhnaba dhanban fa alima anna lahu rabban yaghfiru adh-dhanb wa ya'khudhu bidh-dhanb." Robi jam e ka bënë gjuna, po pe di që e ka një Zot që ja fal gjunojnë, edhe që mundet me dënu për gjuna. Pastaj prap thumma 'ada fa adhnab. Prap u kthy dhe prap pran gjuna. Prap tha: "Ej Rabbi ighfirli dhanbi, o Zoti jam, fal ma gjunojnë." E Allahu tha: "Adhnaba 'abdi dhanban fa alima anna lahu rabban yaghfiru adh-dhanb wa ya'khudhu bidh-dhanb." Robi jam prap bëni gjuna, po pe di që e ka një Zot që ja fal gjunojnë, edhe pe di që e ka një Zot që mundet me dënu. E mas pronti thot Allahu azza wa jall: "I'mal ma shi't faqad ghafartu lak." Ban çka dur se ti kon fal. Ban çka dur se ti kon fal. Në çka hadith janë dy kuptime. Koncentronu se janë shumë të rëndësishme për më të kuptuar trajtesën tutje. Janë dy kuptime të ndrojnë çastin në raport me Allahun, po edhe në rrugtimin tan drejt Allahut. Kuptimi i parë, po thot Allahu te barekuhu teala: "Adhnaba 'abdi dhanban." Robi jam e bën një gjuna. Fa alima anna lahu rabban yaghfiru adh-dhanb wa ya'khudhu bidh-dhanb. Mirë po, robi jam pe ditë që e ka një Zot që ja fal, po edhe mundet me dënu. Dhe më thonën, thelbi që shtrajton Allahu ka të bëjë që shenja Allahun. Thelbi që shtrajton ty Allahu ka të bëjë ty që shenja Allahun. Non, Allahun e gëzon fakti që ti pe nje. Amo çfarë njohja është në këtë hadith? Është njohja balancuar mes shpresës dhe frikës. Yaghfiru adh-dhanb wa ya'khudhu bidh-dhanb. Edhe pe ditë që fal, ama edhe pe ditë që dënon. Kështu që njëri i cili merr keq të hadithit që citu më herët, edhe i merr si shkas për mu zhyt gjunohe. Ky se ka njoft Allahun. Ky nuk e ka njoft Allahun. Kush e ka njoft Allahun? Çai i cili ka balancu shpresën me frikë. Edhe kur e ka mujt gjunoi është kthy me pendim.
Edhe kur e ka pas pendimin u mundu me forcu, kur ka hi nu dhe ka pas frikë mu kthy edhe një herë mëkat. A mu ka ndodhur prap, fa'alima anna lahu rabban yaghfiru adh-dhanb wa ya'khudhu bidh-dhanb. Po edhe kur u kthy prap e ka ditë që ka një Zot që ja fal, edhe që mundet me dënu dhe ka ku falje, Allahu te bareke ve taala. Kuptimi i dytë, i'mal ma shi't faqad ghafartu lak. Ban çka dush se ti kum fal. Allahu ai thot çështu, pse u të bë gjunohe, a pse peni Allahun? Non Allahu kur i thot robit në 4 herë, ban çka dush se unë ti kum fal. A e fal Allahu pse është gjunaçar, a pse është arif, peni Allahun? Cila është e drejta? Cila është e sakta? Kan thonë dietarët kur e kanë interpretuar këtë hadith, kanë thonë që kjo bën çka dush, e ka kuptimin. Me që po kumgul mos më largu pi meje, sa herë që të thesh kom të fal. Mos i po kumgul mos më largu pi meje, sa herë që të thesh kom të fal. Që kjo kuptimi i hadithit. Nuk ka kuptimi i hadithit që sa herë që të thesh Allahu të fal. Po sa herë që kumgul mos më largu pi Allahu derën çel ekip me ta fal. Me ta fal, Allahu te bareke o taala, kështu që na kena nevojë munal të çikë pjesë për me pasën, domethënë një reflektim për me ndryshuar raportin tonë me Allahun. Dersi i parë ke qysh na mu kthy te Allahu në përditshmëri. Përditshmëri na gabojmë prap kthehemi te Allahu. Përditshmëri na kap gafleti, kthehemi te Allahu. Përditshmëri na kap për xhumja, kthehemi te Allahu. Mirë po, ai është kthimi i përditshëm. Të menu emrin Allahut el-Wadud, es-Sitir, edhe el-Karim. Me çdo emra kena mu kthy edhe në ahiret. Me çdo emra kena më shpesuar edhe ahiretin. Mirë po, krahas në emrave, në atë kthimin e madh, në atë kthimin që mo kena më dhënë për Allahut. Ky kthim është kthimi i përditshëm, po Allah s'ka ardha i kthimi i madh. Në përditshmëri kthemu te Allahu me pendim me istighfar, po është kthim që nuk e kap dita natën, nota ditën, është shumë i shpejtë. Është një kthim, ajo është absolut. Ai është kthimi i fundit. Ai është kthimi mo që pastaj dalemi për Allahut. Çfarë kthimi duhet me bën na për me mujt me shpotu kur dalemi për Allahut te barekta? Çfarë njohje duhet me pas që na animon për me mujt me e bë këtë kthim? Çu ky kthim drejt Allahu te bareke o taala edhe mu bogati për takimin me të. Thot Ibn Qayyim rahimullah. Thot njohja disa llojesh. Thot lloje që do ban gati mu taku me Allahun. Do ban gati me do faqebar para Allahut. Do ban gati kur ta takosh Allahun, Allahu me të falë, me të dhënë xhenetin. Thot është ma'rifatun tujibul haya'a min. Thot është ajo njohja kur e njeh Allahun e kjo njohje ta shton marrën mbi ti. Domun të njohë Allahun të torë më shumë marrë mbi ti. Thot wal mahabbatu la, edhe të shtohet dashnia për të. Wa ta'alluqul qalbi bih, edhe një zemra më lidh me Allahun. Një zemra më lidh me Allahun te bareke taala, wa shauqu ila liqa'i, edhe një zemra më përmallu për Allahun, wa khashyatu, edhe nis mu tut për Allahut. Nis mu tut për Allahut, nis me pas frikë për Allahut te bareke taala, wal inabatu ilay, edhe nis kur ja nis mu pendu, ja nis me iman mirë. I bë pishmana më drejtohesh. Pendohesh, a më hin vimo. Se kjo kthe për lyu, pa e bën ndonjë përmirësim të madh. Ka gjatë që nuk ka ardha Allah që kjo njohja, që kjo ka me ta garantu xhenetin. Allahu te bareke taala, wal firaru min al khalqi ilay, edhe me nis, me ik për krijesave, edhe më kthy tek Allahu te bareke wa taala. Atëra, po i bëmi disa ndalje çka nën kupton që kjo njohje. Që kjo njohje ku lidhet zemra me Allahun. Që kjo njohje ku të vën marrë për Allahut. Ku që kjo njohje që më të bogat mu taku me Allahun subhanahu wa taala. E para në vëllezër, Allahu aq është i denjë, aq është meritor, s'kina çare po kthy taj. Domethënë, kur ta menojsh sa i madh është, kur ta menojsh sa absolut është, s'mundesh me menu ndryshe vetë se dush mu taku me ta. A ka argument për këtë? Thot Allah te bareke ve taala. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? A keni menuar që ne ju kena krijuar kot, edhe ju s'keni më kthy te na? A ju ka marrë menja që ju keni anë këtë dunjë hajgar është kjo? Çish vazhdon ajeti tutje? Thot fa ta'ala Allahu al-malikul haq. Shumë nalt është Allahu me menu, Allahun që hak që bën gjona të kota me krijesat. Që i bie nëse menon Allahun hak, atëherë duhet me menu që kjo jetë s'është hajgare, nuk është e kotë, atëherë patjetër do të më kthy te Allahu. E kur të kthehesh tek Allahu azza wa jall, do është një përgatitje me pas përgatitje hak, që e meriton haku me çashtu me taku Allahun te
tebareke ve taala. Kështu që ky kthim e ka një port. Ky kthim e ka një port, është port shumë e hidhur. Është derë shumë e hidhur, se kena çare këtej pa hiç aty. Po e vërtet, kjo dynjë s'kish pas kuptim pa pas ahiret. Kjo dynjë i shkon hajgare nëse s'kish pas xhenet apo xhenem. Kjo dynjë i shkon në krejt koncepti kod nëse s'kish pas llogaridhënie. Mirë po, kjo që jep kuptim kësaj jete, që quhet ringjallje dhe ditë e gjykimit, nuk mundet me ndodh pa vdek. Domethënë Allahu portën më të hidhur për me dalë deri te ky hak e kalon vdekje. Për arsye Hasan al-Basriu përmend ato transmetohet, sikur që thot Malik ibn Dinarit, thotë inokon Hasan al-Basriu dikun të përcjell një xhenazë. Edhe tha mbledhën njerëz se përcjell xhenazën, edhe tha dikush, kush është ky i vdekur? Kush është kjo xhenazë? Edhe Hasan al-Basriu tha, hadha ana wa ant. Thotë që jam unë edhe ti veç Alas na qaremi. Që ky është i bati na përcjell për ahiret, që jam unë edhe ja ti veç Alas na qaremi. Kështu që Alas na qareni, kështu që hapi zyt merre seriozisht këtë punë. Alas na qareni, sa s'ka qareni, merre seriozisht takimin me Allahun dhe përgatitjen për takimin me Allahun tebareke ve taala. Ghazaliu thotë kështu. Thotë, çka i bë me vdek? Thotë, me vdek i bë me shku te Allahu. Me vdek i bë me shku te Allahu. Thotë, dhe ai i cili ka njoftë Allahun e do. Thotë, a ka udhtim më të këndshëm se sa ai që ka dash dika me shku te ai që ka dash? Thotë, kur ti jeton me ndjenjen e dashnisë dhe të njohjes së Allahut, vdekjen ti e shes si udhtim drejt atij për cilën je përmallu. Vdekjen e shes si udhtim të një ëndre më të mirë për me taku atë për cilin domethënën je përmallu. A mundesh mu përmallu? A mundesh me mush zemrën me mall pa e dash? A mundesh me e dash pa e njoft? Kësaj njohja e parë që duhet të na shoqënu është njohja që është i denjë dhe është hak, patjetër të taku me të. Njohja e dytë në vëllezër, Allah është i denjë. Allah është meritor, Allah është absolut, atëherë s'ka logjik adhurimin me përzi për dikën tjetër krahas Allahut. Mon çaq është i madh Allahu, imagjino mon çaq është i madh Allahu, me kanë ki përzin jetën. Kush është ai tjetri krahas Allahut që njet e ki edhe atë? A kupton sa se ke njoft Allahun kur e ki përzin jetën? Domethënë, nëse fjala bie për shembull dikush e ka përzin jetën, do ta lavdoj njerëzit. Tjetri synojnë të mirat e kësaj dynjoje. Tjetri ku diun çka. Domthon, a disa pavler janë këta me kanë ki përzi Allahun tebareke ve taala. A nuk mjafton Allahu? A nuk mjafton që Allah e sheshakin zemër? A nuk mjafton që Allah e di kanë ki qëllim? A nuk mjafton që Allah e di kanë ki njet? Për arsye, moment që e kupton që duhet me taku Allahun, punë e parë që duhet me na reflektu në zemrat e tona është me pastru jetën veç për Allahun. Mos me pa kërkan tjetër krahas Allahut. Me ibadetin tonë, me përkushtimin tonë, me devotshmërinë tonë, me ilmin tonë, me davetin tonë, çka do që të bëj, e menon veç Allahun, jo dikant tjetër. Se kanë do tjetër krahas Allahut, është i pavler mu kon bashkë me Allahun. Sa ajo është krijues të krijesë, ajo është Rabbul Alamin, këta janë alamin, këta janë botnat. E ki përzi atë i cili pa fillim dhe pa mbarim, me ata të cilët janë me fillim dhe mbarim dhe janë të vartë për këtë, i cili është pa fillim, edhe është pa mbarim, e është Allahu tebareke taala. Keni vëmendjen çysh e arsyeton Allahu asgjësimin e veprave pa njet. Qysh Allahu veprat që janë pa njet i shkatron, edhe neve na ka thënë pse i shkatroi. Thot, sikur se shënojmë Muhamedi Muslimi për Abu Hurairës, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që Allahu ka thonë: "Ana aghna ash-shuraka an ash-shirk." Unë jam më i pa nevojë me ortak me dikant. Ortakëria është nevojë. Ti pse merr dikant në ortakëri? Ose si ki parët, ose se ti punën, ose ka diçka. Shka i mungon Allahut që u deshka me pas një ortak? A ka diçka shka me nën ti që mundet me pas logjik ortakëria për Allah? Thot ana aghna ash-shuraka yani ash-shirk. Unë jam më i pa nevojë me mbar tak me dikë. Thot men amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka. Kush e bën ibadet, kush e bën punë, un përzin mua me dikant tjetër, atë dhe veprën e tij e lën. Atë dhe shirkun e tij e lën, braktisi krejt, sepse nuk më ke respektuar çu çdo. Nuk më ke mallnu çu çdo. Nuk më ke menu çu çdo. Nuk e ke pas njohjen çu çdo. Allahu shumë i madh me përzit i kanë me Allahun tebareke ve taala. Kështu që e mendon që Allahu është Rabbul Alamin. Emri tjetër që duhet të na shoqërum për ditëshmëri është Rabbul Alamin, Zoti i botnave. Domethënë, veç menoj. Allahu është sunduesi dhe është zotruesi dhe kujdestari i këtij botnave. Tash,
Nëse ti e synon xhenetin e Allahut, nëse ti e synon falën e Allahut, nëse ti e synon me ta dhënë Allahu istiqamën, nëse ti e synon Allahu me ta dhënë xhenetin, shka ki me pripi që tërkujt kjo krahas Allah te bareke o taala. A ka logjik me përzi njetin mes atij që është Rabbul Alamin dhe tjerët që janë këtë relative të varur për absolutin te bareke o taala. Mirë po. Mund të thonë dikush e kena të qartë që këtë. A kena një temë tjetër të qartë? A kena të qartë na që to keq çka që ky Rabbul Alamin çish mundet me të pa ty kur ti për Alamin, për të ta botat, për babën, për punëdhënësin, për bashkëshortën, ti ek dorë për një pjesë të fesë. Të bën presion që s'ban që këta. Të bën presion leç këtë sunet, bën presion leç këtë farz. Bën presion jo çështu. Bën presion se s'kena pas traditën, edhe ti bën presion. A di çu gjon presion? Çu që thon, ja Rab, ti Rabbul Alamin, po këta Alamin ton sumpi rezistoj. Ai bëj çështu. Çu shon marrë me përzinjetin, është marrë munal rrugën drejt Allahut, shkaku i krijesave. Se ti kur thu Zoti i krijesave, ti do thonë që këta nuk vinë rend karshi Allahut. Këta nuk mundën me anë rend mund konsiderat karshi Allahu te bareke ve taala. Nëse ja shtomi emrit Rabbul Alamin edhe një emër tjetër, El Malik, sunduesi dhe mbreti. Allahu është sunduesi i këtë krijesave edhe mbreti i gjithçka që ekziston. Allahu azza sundon. Allahu jep urdhna, Allahu jep vendime. E shon Imam Buhariu Muslimi pe Abu Hurajra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Akhna al-asma'i yawm al-qiyamati 'inda Allahi Malik al-Amlak." Emri më i poshtër. Emri më i poshtër në ditën e gjykimit tek Allahu është mi thon dikush vetës mbreti i mbretërve. Mi thon dikush vetës mbreti i mbretërve. Se mbreti i mbretërve është vetëm Allahu subhanahu. Mbreti i mbretërve është vetëm Allahu te bareke o taala. Keni vëmendjen? Nëse në ditën e gjykimit më i poshtri emër është me pas emrin mbreti i mbretërve. Kur del dikush para Allahut, kush o ky? Ky është e kena thonë në dynjë mbreti i mbretërve. E para mëno sa të poshtër janë këta cilët e kanë trajtu dikën sikur të ishte mbreti i mbretërve, nuk ju kanë bindë Allahut, nuk ju kanë bindë diku tjetër. Në mënë ti të e pas mbretin tanë, çish i kish kute një mbret një tjetër? Në mënë Allahut ka dhonë urdhna, Allahut ka dhonë vendime, Allahut ka dhonë porosi, Allahut i ka nuk kurnizat, Allahut i ka dhonë ligjet, a mënë du të me vetë dikën tjetër. Kush është ai mbreti tjetër? Kush është ai mbreti tjetër? Nëse veç emrin ditën e gjykimit kjo i poshtër. Çish mund të më konë ky robi i cili e ka shpërfill madhështinë e Allahut, edhe ju ka bind grujës, ju ka bind burrit, ju ka bind nanës, babës, fisit, shoqënisë, rrethit, trendit, ju ka bind realitetit shoqëror, qytetit, kulturës, ku diun çka. Kush janë këta karshi Rabbul Alaminit? Kush janë këta karshi mbretit? Imagjino mbreti i dynjos ata duron çka. Mbreti i dynjos ata duron çka, ti je në sundimin e një mbreti, ama ti shkon merr urdhra tek një mbretni tjetër. Ti thash, ja je këtu, ja je atje. Apo e do xhenetin për Rabbul Alaminit. Atëherë bindju Rabbul Alaminit, jo diku tjetër krahas Allahut. Apo e do shpëtimin për Rabbul Alaminit, bindju Allahut te bareke taala. Njeh Allahun që është i madh, njeh Allahun që është sundues, njeh Allahun që është mbret. Edhe Allahu te bareke taala, domethënë ka më trajtu ashtu sikurse domethënë e meriton një rob i cili për shkak krijesave nuk ka dalë pi projektit devotshmërisë. Nuk ka dalë as për shkaku i lakmis, as shkaku i presionit, as shkaku i joshjeve. Pa më parasysh ka ju shbon presion, nuk del pi projektit domethënë devotshmërisë. Kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam emrin El Malik te Allahu te zotëlle ka pas në lutjet e tij. Në një prej lutjeve keni vëmendje që ka lutur Allahu te bareke taala. Është në Muslimi për Aliut radhiyallahu anhu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lutur kështu: Allahumma anta El Malik. O Zot, ti je mbret. Ti je mbreti. S'ka, ti je mbreti absolut. Edhe këta që kanë mbretni, këtë janë mbretni që ti ja u ke dhonë. Tu'til mulke men tasha, wa tanzil mulke mimmen tasha. Kuna i ke dhonë mbretni, ti ja ke dhonë. Kuna e merr, ti ja merr. Allahumma anta el Malik, o Zot, ti je mbret. La ilaha illa ant, nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç teje, anta Rabbi, ti je Zoti jam, wa ana abduk, unë jam robi yt, zalamtu nafsi wa a'taraftu bi dhanbi. Unë i kom bë zullum nefsit tem, po i pranoj gjunat e mia. Unë i kom bë zullum vetës, po i pranoj fajet e mia. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sikur na jep një far udhë të menduarit në raport me Allahun. Kur ta menoj se Allahu është Rabbul Alamin, kur ta menoj se Allahu është El Malik,
Ajo Zoti i botnave, edhe është sunduesi edhe mbreti, s'ki çare pa arte që kjo o Zot shumë i kompozullon vetës. Domthon kur e menon madhështinë e Allahut, s'ki ndryshe me menu veç domthon shumë i kompozullon vetës, fa'taraftu bi dhanbi, edhe po i pranoj domthon fajet edhe gjunat e mia. E shohim Muslimin për Abdullah ibn Umerit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: Yatwi Allahu azza wa jalla as-samawati yawm al-qiyamah. Allah azza wa jalla i merr ngrosht qiejt ditën e gjykimit. Thumma ya'khudhuhunna bi yadi al-yumna, edhe i kap me dorën e tij të djathtë. Thumma yaqul ana al-malik. Edhe pastaj thot unë jam mbreti. Unë jam mbreti. I ka marrë këtë qiejt ngrosht, te bareke ve taala. Sa i madh do Allah azza wa jalla. Edhe pastaj thot ayna al-jabbarun? Ku janë ata të mëdhtë? Ku janë ata që u fryshin? Ayna al-mutakabbirun? Ku janë mendimdhejt? Thume yatwi al-aradina bi shimali. Pastaj Allah azza wa jalla me dorën tjetër i mbështjell tokat. Thume yaqul ana al-malik. Thume yaqul ana al-malik. Ayna al-jabbarun? Ayna al-mutakabbirun? Pastaj thot Allah azza wa jalla, unë jam mbreti. Ku janë ata që moshin të mëdhej? Ku janë ata të cilët domethënë u fryshin edhe u bajshin domethënë me dëmdhaj. Kjo në ahiret. Në dynjë. E shohim Muslimi pe Abu Hurajrës, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: "Yanzilu Allahu ila as-sama'i ad-dunya kulla layla, hina yamdi thuluthu al-layl al-awwal." Allah azza wa jalla zbret çdo natë kur met pa përfunduar nata pjesa e tretë. Edhe Allah azza wa jalla thot: "Ana al-malik." Allahu zbret në qiellin e dynjas, edhe thot: "Ana al-malik, ana al-malik." Unë jam mbreti, unë jam mbreti. A tingëllon kjo madhështore? Ku thot dikush, unë jam mbreti. A tingëllon madhështore? Madhështore. Mirë pa Allahu për robët e vet, mos i thot që unë jam mbreti, mos i thot unë jam i fuqishmi, unë jam i madhi. Allah azza wa jalla thot: "Men dha alladhi yad'uni fa astajibu lah." Kush o të mu lut që ti përgjigjem? Pastaj thot: "Men dha alladhi yas'aluni fa u'tiya." Kush o duke më kërku diçka të jap atë cilën është duke kërku? "Men alladhi yastaghfiruni fa aghfiru lah." E kush është të më kërku falje që unë domethënë ti falja ata. Në ditën e gjykimit Allahu thot: "Ayna al-jabbaruna, ayna al-mutakabbirun." Ku janë ata që janë më të mëdhej, ku janë ata që kanë qenë mendim mëdhej? Dunja thot: "Ku janë ata që po më lutën? Ku janë ata të cilët po më kërkojnë? Ku janë ata të cilët po më kërkojnë falje?" Që i bie në vëllazër. Por më kanë ditën e gjykimit. Por më kanë ditën e gjykimit nga ata të cilët trajton Allahu sigurisht që trajton në pjesën e tretë natës. Dush me mallnuar madhështinë e tij edhe me njoft Allahun si Al-Malik. Krasuje jo rastisht ka këtë hadith ana al-Malik, ana al-Malik, unë jam mbreti, unë jam sunduesi. Ai që mendon se Allah është sundues, a mundet me shku te dikush tjetër krahas Allahut? Ai që mendon se gjithçka është mbretënia e Allahut, a shpreson dikë tjetër krahas Allahut? Ose keni vëmendjen, çka do në dynjë, që i tutut shkaku i saj e të jek dorë pi fetaris, që ajo shka do me mbri, ose që ajo shka do dash ose që ajo shka ki frikë mos pe up, dorë të kujt është mos mëmti. Domethënë dikush thot hek dorë pak pi kësaj fetarie se kimi pas rrenët pak më ngushtë. Rrenët ngushtë edhe xhan, kush i ban? Ose kanë mu të vështirësu puna, ose kanë mu të vështirësu martesa, ose kanë mu të vështirësu kjo dhe këtu kejt në dorë të kujt janë. Që i bie njeri të rrihiqet se nuk e ka njoft Allahun El-Malik, nuk e ka njoft që gjithçka është domethënë dorë të Allahut te bareke ve taala. Sa i madh është Allah azza wa jalla sunduesi i këtë botëve, shohim Muhamedit. Shikshojmë këtë hadithi ose ai për Abdullah Umerit, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka kallëzuar këtë hadithin që ditën e gjykimit Allah azza wa jalla thotë unë jam mbreti edhe unë jam sundimtari absolut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam teksa ka kallëzuar këtë hadith çast shumë është dridh pi madhnimit të Allahut, saqë kanë pas frikë që porzohet minberi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që emri El-Malik na çon me madhnu Allahun azza wa jalla, edhe më thon o Zot ti je shumë i madh. Për një me, definitivisht, unë së të kom madhnu, së të kom respekt që meriton. O Zot, qa që je madhështor, qa që je meritor, qa që je unik, una lo nuk ka marrë ku dohet, që shdohet me menu Allahun subhanahu wa ta'ala, e që ke i bije. Definitivisht, alas jam bogati për takimin me ty. Definitivisht, qa që i madhje, në më thonë, edhe se shumë i ma i lartë i takon Allah subhanahu wa ta'ala. Nëse na kena me u taku me dikët që është shumë i madhë, edhe ata thonë, duni mu bogati për 2 ditë. Kish me insistu, a ka mundësi bile një javë më bogati. Se qaq ma madhështor që është ai me cilin kemi u taku, ka ma shumë pyetje që është du të më prit. Ka ma shumë pyetje që është kena me bisedu. Ma shumë pyetje rreth protokollit. Gjithçka, sa më i madh që është, pritja zgjat, madje ndodh, edhe pse shembull më lart i takon Allah subhanahu wa taala, në protokolle të ndryshme, ndodh që kur dikush shumë i madh me mujt të tërë bën gati
ata që e kanë për detyrë me prit, me mujt të tërë bëhen gati, ndërkohë takimi ka me zgjat vesh një orë. Ndërkohë takimi ka me zgjat domethënë shumë shkurt. Kështu që Allah azza wa jall është el-azim. Është shumë madhështor. El-azim, i madh edhe madhështor. Sa është Allah azza wa jall i madh dhe madhështor? Po, Allah është absolut, edhe s'ka bëj gare që na ka kriju. Do të më kthyj te ai. Allah është absolut, s'përzihet një jetim me dikë tjetër krahas Allah te barekuta. Allah është Rabbul Alamin. Allah është el-Malik. Allah është el-Azim. Është el-Azim në përditshmëri, sa herë që të vjen një jetë me e zvetënu, me e relativizu, çka do që të vjen për mos me pa madhështore për kushtimin me mu po gati për takimin me Allahun, vetëm në që është Allah el-Azim. Allah është shumë i madh. Allah është shumë i madh dhe meriton mu përgatit me një përgatitje madhështore për takimin me Allahun subhanahu wa taala. Thotë Ibn Qayyim rahimullah, wa huwa al-azimu bi kulli ma'na yujibu at-ta'zima la yuhsihi min insani. Thotë a di se është i madh. Çka të shkojë menja, çka do që mundet të shkojë menja njerit për me përshkruaj madhështinë, s'mundet mi ndresh llafët. Çka që është i madh, s'mumi na mi gjet këtë llafët me gazu sa i madh është. Allahu tebaraka wa taala wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard. Allah azza wa jall vesh kursia e tij sa qejt edhe toka. Sa qejt edhe toka është vesh kursia e Allahut, kurse Abdullah ibn Abbas i thot kursia është për qëllim vendi ku Allah azza wa jall i nën komt. La tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar, nuk mundën syt me mrrin Allahun, çaq i madh është. Ndërka që Allahu krejt i mrrin, krejt i sheh, krejt i shikon. Rabbul Alamin, ma lakum la tarjuna lillahi waqara. E si ta njefni Allahun çka është madh? Pse s'po ktheni me madhnim? Mos i penjefni Allahun çështu, pse s'po ktheni me respekt? Pse s'po mundi me hin rrug duke madhnu qëndrimin para Allahut te bareke ve taala, edhe kthimin tek Allahu subhanahu wa taala. Nëse kthehesh me madhnim, fetaria jote është tjetër. Nëse në përditshmëri të shoqënon ndjenja që Allah është shumë i madh, më bogati me një përgatitje madhështore, tjetër. E shënon Imam Ahmedi, që shoqi thotë hadithi ose sahih për Muhammed ibn Umayrës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Law anna 'abdan kharra 'ala wajhihi min yawmi wulida ila yawmi an yamuta haraman fi ta'ati Allah." Nëse dikush prej ditës që ka lind deri në ditën e fundit të jetës, rri për tokë të i bë sejdë Allahut, jo i fal 5 vakte, jo fal namaznate, jo njeri i cili kur elhamdulillah pikur ka bë farz namazit se kalon, jo thot prej kur on fëmijë, kur se ngre kryt, i rrin sejdë Allahut ta jetën, thot la haqarahu dhalika al-yawm, ditën e gjykimit, që është ditë shumë e madhe, kur ta kuptojmë me të vërtetë madhështinë absolute të Allahut, ka me nënçmu ibadetin e vet. Kam ju dok shumë pak. Kam ju dokën se nuk e ka meritu, domethënë nuk u kon çaq, domethënë ibadet nuk e ka më pa që u dash më shumë e bë për Allahun te bareke wa taala, wa la wadda annahu rudda ila ad-dunya kayma zdada min al-ajr wa ath-thawab, edhe kish dash edhe një herë më kthy nga dynja, po më shumë më shumë me e fituar shpërblimin e Allahut te bareke wa taala. Pse po do më kthy në dynja si ju ka shtu njohja? Ju ka shtu njohja, ka pas Allah shumë i madh dhe meriton diçka tjetër që është më madhështore se sa ajo që na e kena bë, e rrjedhimisht i bie që pastaj edhe mëkatin ka më pa ndryshe. Sikur që ka thënë ata dietarët e selefit që mos e kështu gjunojnë sa është gjunoj i madh, po menoj madhështinë e Allahut, menoj atë cili ti bë gjuna, e pastaj më pas se çka gjuna u kon shumë marrëm ja bë Allahu te zotën. U kon shumë përshërsi me nënçmu, do të thonë mos më respektu madhështinë e Allahut te bareke ve taala. Thot Fudhail ibn Iyad, a'lamu an-nas billahi akhwafuhum lah. Njerëz që më shumti e njohin Allahun janë ata të cilët kjo njohje i çon mutut. Njerëzit që e shtojnë njohjen, njerëzit që e shtojnë dijen, njerëzit që i shtojnë dersët, dhe ju bën rraf gjunohet, ju bën rraf shkelja kufive të Allahut, ju bën të rrafsh me te kalu kufit të Allahut, ky se ka njoft Allahun. Sot çare nëse një Allahun për më pa mbrim ju tutë. Pa mbrim me postut për Allahut, pa mbrim të frika prej Allahu te bareke wa taala. Dikush biselevit ka thonë: "Men arafa Allah athara rida." Thot kush e njeh Allahun për një si jep dikujt tjetër përparësi krahas Allahut. S'mundet më arm punë, s'mundet më arm shprehje dikush tjetër me pas përparësi krahas Allahut te bareke wa taala. Po pse ka arsh kjo? Pse ka vendosmërinë e madhe? Pse është burr? Pse është shumë i vendost? Pse është shumë i qëndrueshëm? Pse është shumë stoik? Jo, po thotë se një. Si ta njohë nuk i jep dikujt tjetër përparësi krahas Allahut te bareke wa taala. Në fund, kur e njeh Allahun azza wa jalla Rabbul Alamin, e njeh që është El Malik, e njeh që Allahu te bareke wa taala është El Azim. Menoje
krahas Allahut azza wa jall. Çdo që ti në jetë ke me më shumë respekt, me më shumë madhështi, më shumë konsiderat. Shka është një diçka e pashmangshme, është turpi për ti. Për shembull, ti ndoshta me njerëzit që nuk i shumë, domethënë je shumë i relaksuar dhe veshësh me një formë caktuar. Po nuk mundesh ashtu më vesh për dikujt i cili është shumë me respekt për ty. Ose e keni lloj komunikimi me dikë, ose me shoqërinë me rrethin, po me dikë që e respekton pak më shumë, edhe komunikimi jot është më i kujdesshëm. Sa herë që dikë e ke në raportin tënd të komunikimit me madhnim, shtohet turpi për ti. Që i bie. Na shlomën gjunohen se na ka paku marrë për Allahut, dhe marrë për Allahut na ka paku se nuk kena të njoft Allahun. Çash më shumë që e një Allahun vën marrë për Allahut. Dhe çash më shumë që vën marrë për Allahut, ruhesh mos me idhnu Allahun te barek taala dhe mos me të pa Allah te barek o taala gjunohen. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Allahu thot, a nuk e di robi që na te pa? A nuk e di robi që na te pa? A nuk e di, domthon, nuk do të thonën ndryshe. Nuk po thot a nuk po të kujtohet, po thot a nuk e di, domthon, ti dush me dit, ti dush me pas njohje që Allahu të sheh. Edhe me tar marrë prej Allahu subhanahu wa taala, inna Allaha kana aleikum raqiba, dini se Allahu ju përcjell. Dini se Allahu ju përcjell, ju vëzhgon. Thot Allahu subhanahu, wallahu bima ta'maluna basir, Allahu ju sheh çka i të bën. Dhe turpi më i madh që mundet me pas një rob i devotshëm, një rob që e ka njoft Allahun. Prej taj që e ka njoft Allahun si El-Kerim, që ka njoftë Allahun azza wa jall Es-Sittir, që ka njoftë Allahun azza wa jall me këtë emrat e tij të bukur. Edhe ai që e njeh Allahun subhanahu wa taala El-Azim, ai që e njeh Allahun azza wa jall Rabbul Alamin, ai që e njeh Allahun El-Malik, sot çore po artën i marrë, çysh kena me taku Allah me këtë gjënohe. Krasy Al-Aswad ibn Yazidi thuhet kur i ka momenti i vdekjes, edhe kanë pa njerëz që është shumë i brengosur dhe shumë i mërzitur, i kanë thonë pse e ke gjatë këtë mërzi? Ka thonë wallahi law ataitu bil maghfira min Allahi la ahammani al-haya'u minhum mimma sana'at. Thot vallahi edhe me ditë që Allah këtë mi ka fal, prap nuk më hjekët ndjenja e marrës për ti. Pra çka kam bë. Thot inna ar-rajula la yakunu baynahu wa bayna akhar adh-dhanbu as-saghir fa ya'fu anhu fa la yazalu mustahiyan minhu. Thot disa shpesh ndodh në jetë e ki respekt ndaj dikujt, ki konsideron ndaj dikujt. Edhe ndodh që ki gabu ndaj atij. Edhe në momentin që ta bën halal, po prap një farmarrë e ki që ti ja ki bë çfarë. Prap e ki një farmarrë, pse ja ki bë dhe ki çef ndoshta më shmang, ki çef ndoshta mos me taku, ana se kena çora pa taku Allahun te bareke o taala. Thot Ibn Qayyim rahimullah, sidqu ta'ahabu li liqa'i Allah azza wa jall. Dush me pas për një me përgatitjen për takimin me Allahun te bareke o taala. Wa hadha min anfa'i ma lil 'abdi wa ablaghihi fi husuli istiqamatihi. Nuk ka diçka që të ndreq me nejt në vi, me nejt në istiqame, mos me devju, se sa ndjenja dhe mendimi që du të më bogati me taku Allahun te bareke wa taala. Thot fa inna man ista'adda li liqa'i Allahi inqata'a qalbu 'ani ad-dunya wa matalibiha. Kush bëhet gati me taku me Allahun, nis mu shkput pi dynjas. Nis mos më kon projekti më i madh i jetës, domthon dynjaja, wa khamadat min nafsihi niran ash-shahawat. Edhe zjarri i epsheve nis mu fik. Zjarri i epsheve nis mu fik kur ta menoj se kemi taku Allahun te bareke ve taala, wa akhbatat qalbuhu ila rabbi, nis zemra mu zbut për Allahun subhana, wa akafat himmatuhu ala Allahi wa ala mahabbatihi wa ithari mardati, edhe pastaj zemra përkushtohet për me mujt me mbrik knasin Allahut, dashnin e tij, edhe mos mi dhon kërkujt përpasi përveç Allahut subhanahu wa taala. Kështu që kjo njohje që na duhet është o Zot, ti je çash madhështor, çaq je unik, çaq je i denjë, do e mos do të unike, e denjë dhe madhështore mu kanë përgatitja jonë për Allahun subhanahu wa taala. Thot Ibn Qayyim rahimullah, inna lil abdi rabbun huwa mulaqi. Robi e ka një Zot që ka me taku. Robi e ka një Zot që ka me taku. Wa baytun huwa sakinu. Edhe e ka një shtëpi ku ka mu bë banorja asaj shtëpie. E ka një shtëpi ku ka mu bë banorja asaj shtëpie. Fa yanbaghi lahu an yastardi rabbah qabla liqa'i. Thot koncentrohu ta fitosh kënaqësinë e tij para se ta takosh. Malo pa taku, ai më koni kënaqsh me ty. Bëre punën, puno, Allah pa taku Allahun, Allah vetëm më koni kënaqsh me ty. Wa ya'muru baytahu qabla intiqali ilay, edhe këshir ndreqet çat shtëpi para se më shku. Ndreqet çat shtëpi para se më shku. Elos Allahu azza wa jall me na dhon kënaqësinë e tij në dynjën e ahiret edhe xhenetin e tij në përjetësi. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.